Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë sërish blof nga propaganda e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës braktisën reformën në drejtësi me rikthimin e ekspertëve amerikan pranë SPAK-ut. Berisha, pas zhvillimeve të një dite më parë, Berisha vazhdon të thotë se nuk do të pranojë drejtësi politike, por do ta reformojë atë me Komisionin e Venecias. Çfarë reforme? Reformë që u mohon shqiptarëve të drejtën e procesit ligjor, o dënohen zyrtar. Për zyrtar mbani një statistikë, ju lutem. Kina komuniste dënon më shumë se çdo vend tjetër, por dënon edhe politikisht. Ndaj edhe quhet diktaturë komuniste. E sjell këtë shembull sepse shqiptarët kanë nevojë urgjente për një rireformim të këtij sistemi me Komisionin e Venecias, sepse ky ortek po bëhet gjithnjëherë më i madh. Dosjet po bëhen gjithnjëherë më të mëdha. Biznesmenët, qytetarët nuk marrin të drejtat e tyre. Ju jap shembullin e Kinës. Kina është më e ashpra për dënimet për korrupsion, por Kina jep edhe dënime politike. E vërtetë është se ka një klimë biznesi të pakrahasueshme sepse nuk pret kush 10 vite, sepse një biznesmen falimenton për 10 vite. Pra është një çështje që ju duhet ngrini zërin tuaj. Sigurisht ne ngrem zërin ton sepse nuk mund të pranojmë një drejtësi politike, por ju si biznes, qytetarët duhet ngren çështjen se atyre u mungon procesi ligjor që është një e drejtë themelore e tyre. Prandaj këtu duhet një partneritet i përbashkët. Ti themi gjërat siç janë, thot Berisha.